Dora e korrupsionit dhe goja e zhargonit, njëra do të pritet, tjetra do të mbyllet. Pronari i dorës dhe i gojës do të përgjigjet përpara ligjit. Rama numëron javët, ditët në pushtet. Asnjë i korruptuar bir politik i Sorosit, asnjë majtis, asnjë vehël e konstilacionit, asnjë kryetar karteli narkotikësh nuk do të mbetet më në pushtet në Ballkan dhe Europë. Kush ende nuk e beson dot, të pres edhe pak javë, ndoshta edhe ditë. Dora e korrupsionit do të pritet, goja e ndotjes akustike dhe ambientale do të mbyllet. Të gjitha hetimet për Ramën e Sorosit, për kryeministrin e shqiptarëve janë të mbyllura. Çdo hetim i mbyllur për ministra dhe deputet është hetim i mbyllur për Ramën. Nëse ministrat dhe kuadrot e lartë të PS-s do të dënohet për një apo disa vepra penale, Rama do të dënohet për shumatoren e të gjitha veprave penale të të gjithëve. Asgjë nuk është bërë pa miratimin e Ramës. Asgjë nuk është vjedhur pa qenë ai ideator dhe regjizor. Asnjë gram drog nuk mund të trafikohet, nëse kryeministri një vendi nuk e lejon. Asnjë fond publik nuk shpërdoret, nëse nuk jep viston kreu i qeverisë. I erdhi fundi dhe do e ketë tragjik. Për retrospektiv. Ky është kreu që 80% të 3 kabineteve qeveritare. I ka në burg, në spak, të shkarkuar nga detyra apo nën hetim dhe të aratisur 2 zëvendës kryeministra, ministra, zëvendës ministra, sekretar ministrish, të gjithë për abuzime me detyrën, pasuri të paligjshme, korrupsion pasiv dhe aktiv, për vepra të rënda penale, deri dhe në akuza për pjesëmarrje në grup kriminal. Ky është kryetari i PS-s që mbi 40% e deputetëve të tij, nga 3 legjislatura parlamentare, janë të akuzuar, nën hetim, të dënuar dhe në arati, apo të larguar në drejtim të paditur, për trafiqe, vrasje, vjedhje, korrupsion, shkelje flagrante të ligjit dhe shumë vepra të rënda penale. Kryetari i Partisë Socialiste dhe kryeministri i Shqipërisë ka mbi 35% të kryetarëve të bashkive të drejtuara nga partia e tij dhe të përzgjedhur prej tij, nën hetim, në akuza, të shkarkuar nga detyra, të dënuar nga gjykata dhe të burgosur që vojnë dënimet për korrupsion, imoralitet, vjedhje, evazion fiskal dhe 10 vepra të rënda penale. Kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste ka me mira punonjës dhe drejtues në administratën publike, të dënuar, dëshkuar, nën hetim, por edhe jashtë hetimit, hajdut, njerëz korruptiv që i fusin popullit duart në xhep. Persona në administratë që janë pasuruar duke abuzuar me postin dhe popullin, që veti ka emëruar dhe i suporton në vjedhje dhe korrupsion, teksa janë të gjithë të damkosur për paftësi, por janë blerësit e votës dhe shantazhuesit e votuesve. Janë këta që mbajnë kreun e organizatës kriminale në pushtet dhe prej tij marrin përfitime maramendëse. Të gjithë këta për zgjedhje personale, individuale të Ramës. Rama do të dënohet, dëshkohet dhe do të largohet nga posti. Përgjegjësia e tij është e shumë fish dhe shumë shtresore, teksa korrupsionin e bëri sistem dhe diktatin e tij, formë qeverisëse. Të tilla shifra korrupsioni dhe krimi financiar, ku me mirë administratë publike nga baza deri në kupol, ministra dhe vetë kryeministri, janë të zhytur në korrupsion dhe abuzim me detyrën, në shkelje flagrante të ligjit, njerëz që Shqipërinë e kanë plaçk dhe shqiptarët burim zhvatjeje. Të tilla shifra, të tillë tregues pra, na bindin që Republikën e Shqipërisë e drejton dhe administron një organizatë kriminale me një kokë të vetme që është Edi Rama. Pjellat e etërve po aq kusar sa e tërit, po aq ileqare sa e tërit, por kopje e shëmtuar e tyre, gjeni mutacionuar, thellësisht të paaft krahasuar me etërit. I mbajti Sorosi dhe leftistët e Amerikës në pushtet deri më sot. Nuk janë më ata. Në fron është ulur Donald Trump. Çkan për t'i parë syt Edit, God forbidden. Mast Channel. Please subscribe.